Shqipëria u bë pjesë e lidhjes së kombeve me 17 tetor 1920 në propozim përfaqësuesve të dy shteteve autonome të Perandorisë Britanike të Afrikës së Jugut dhe Kanadas, Asamblea e Përgjithshme e Lidhjes së Kombeve më 17 tetor 1920 pranoi Shqipërinë si anëtare e lidhjes me të drejtë të plotë. Këto zotërime të Britanisë së Madhe mbështesin idenë e presidentit Wilson se kombet e vogla kishin të drejtë të ekzistonin si shtete sovrane. Ky pranim kishte mundësi të dyfisht, për vendin së pari u rikonfirmua njohja ndërkombëtare e shtetit shqiptar, për cilën ai kishte shumë nevojë në rrethanat e reja të pasluftës. Këto rrethana kishin besim në pretendimet e fuqive të mëdha dhe vendeve fqinj në lidhje me kufijtë e Shqipërisë. Së dyti, pranimi i përbënte një akt njohje kolektive dhe qeverisë së Tiranës. Pranimi në lidhjen e kombeve krijonte gjithashtu mundësi për shqyrtim nga ky forum ndërkombëtar të çështjeve të mbetura pezull midis Shqipërisë dhe shteteve fqinje.